Këto pamje vijnë nga tuneli i rrugës së Kombit me një gjatësi prej 5600 metrash. Çdo ditë kjo rrugë frekuentohet nga vëllezëritan kosovar që vizitojnë Shqipërinë, veçanërisht gjatë stinës së verës, kur shumë shqiptarë nga Kosova fundjavat i kalojnë në brigjet shqiptare. Qytetet bregdetare më të frekuentuara nga qytetarët e Kosovës janë Durrësi dhe Velipoja. Kjo rrugë i ka afruar më shumë me tokën mëm, Shqipërinë, duke lehtësuar udhëtimin përmes rrugës dhe tunelit që lidh dy anët e Kombit shqiptar. Rruga e Kombit ka sjellë një zhvillim të madh ekonomik, turistik dhe shoqëror për të dy vendet. Fal saj, lëvizja e njerëzve dhe e mallrave është bërë më e shpejtë dhe më e sigurt. Çdo verë, mijëra familje nga Kosova zgjedhin bregdetin shqiptar për pushimet e tyre, duke forcuar edhe më shumë lidhjet mes shqiptarëve. Kjo vepër infrastrukturore konsiderohet një nga projektet më të rëndësishme kombëtare të dekadave të fundit. Ajo mbetet një simbol i bashkëpunimit, afërsisë dhe lidhjes së fortë shpirtërore mes Kosovës dhe Shqipërisë.